Big Brother po mbyll ciklin e tij në sezonin e 5 për fiks 8 ditë nga sot. Nesër është gjysmëfinalja në të cilën 3 nga 5 banorë të mbetur do t'i bashkangjiten Selinit në garën për çmimin e madh. Shumë hipoteza, shumë amendësime, shumë fjalë se kush mbetet jashtë e kush brenda finales. Sonte i diskutoj me gazetarin Elton Tozaj dhe psikologun Ron Kastrati. Sipas Tozajt, nuk ka dilema se kush do jetë katëshja e fundit. Si fillim njerë më lejo të të përshëndes, faleminderit për intervistën. Ti e di që unë jam një nga këto që adhurojnë priven e Libertës dhe e dashuroj, ju dua juve fort. Faleminderit që kujtoheni herë pas here për mua. Do të nis direkt me 4 finalistët, njëherë sipas me kush janë 4 finalistët. Selin që tashmë është, Miri që tashmë ka fituar nga ky Big Brother, ka fituar emrin. Në këtë deri dje kur kush nuk e njihte apo e njihte si ai tjetri të West Family, tani kemi Mirin që është Miri, dhe nuk e dinim as emrin. Ose ndinim të paktën vetëm pseudonimin Xhike. Kemi edhe çiftin pastaj Brikena Mateo, të cilat janë absolutisht dyshja tjetër finaliste. Do doja shumë të ishte me 5 vende dhe faktikisht do e meritonte Shndrit Lumi të ishte në finalen e Big Brotherit, më shumë se Saro Gerçi, i cili çuditërisht i zgënjeu të tërë duke u kthyer në personin më negativ të mundshëm. Po flasim vetëm për këta të dy. Mateo gjeti gruan, Brikena gruaja gjeti burrin, janë finalista absolut. Thash Miri gjithashtu gjeti emrin e tij sepse nuk e mbante mend ta emrin e tij dhe tashmë është finalist. Paktën për mendimin tim, Selin po, pastaj është finaliste dhe fituese dhe më fal që nëse ta djeg pyetjen që në fillim, por ja që është. Përkundër që në rrjet ekziston perceptimi që Rogerti shkon në finale, pavarësisht modelit të ndërtuar në këtë sezon dhe fakti që si antagonist ka arritur të kumbullojë më shumë se 20.000 ndjekës, Tozaj ka tjetër mendim teksa flet për tensione të pretenduara në prapasken. Rrezikon 100% të paktën në bazë të informacioneve që unë kam. Po të rikujtoj këtu primin kur mamaja e Selin ka qenë brenda në shtëpinë e Big Brotherit, i është kërkuar që të lëri shtëpinë menjëherë. Ka pas 2 hap gjata publicitare, di që ka pasur një përplasje goxha të fortë midis stafit, producentes, njerëzve jashtë godinës, moderatorit gjithashtu. Ka pasur një përplasje goxha të madhe, madje publiciteti i dytë ka qenë më i gjatë se çdo herë tjetër në historinë e Big Brotherit. Di që është arritur një marrëveshje që Rogerti të dalë nëpërmjet votave të publikut, duke pas parasysh që është personazhi më i urryer në Shqipëri dhe më vjen keq që ka përfunduar atje. Jam i sigurt që nuk ka përcjell pjesë e finales. Pastaj për sa i përket që çiftet nuk parashkojnë në finale, po në vetvete dhe Selin dhe Miri një çift quhen, sepse Miri ka ardhur deri në finale dhe po shkon deri në finale nëpërmjet krevatit. Nuk kap nëpërmjet krevatit ku ishte çift në lojë me Selin, pavarësisht ndjenjave etj, se s'poja i këtyre gjërave tjera, po nëse do ta hym për çift, po Big Brother i ka njohur çiftet në finale me përjashtim të Kiara Luiz. Po dysha finale? Në analizën time duhet ishte Big Sister dhe Big Brother, domethënë duhet ishin 2 vajza në finale. Kam përshtypjen se ka përcjell finale, dysha po di final do të jetë Selin Miri, sepse nëse vërejni narrativën e opinionistëve, moderatorit edhe me çfarë përmundohet produksioni, nxjerrja është vetëm të kapja tek pjesa e krevatit. Kështu që krevati ka përcjell dyshja finale. Keq më vjen që nuk ka përcjell Brikena, do doja shumë që ku Big Brother të ishte Big Sister, dhe pastaj le të ndaheshin midis 2 vajzave kushdo qofshin ato. Nuk ka rëndësi. Po fatkeqësisht ndodh që patjetër do shkoj një nga të preferuarit e produksionit për të qenë këtë dyshja finale, siç ka ndodhur rëndom për herë. E i preferuari, po, është Miri sepse është toleruar shumë, zarfi është zhvlerësuar për Mirin dhe për Rogertin. Domethënë këto gjërat kanë qenë totalisht zhvlerësuara përpara këtyre 2 lojtarëve që për mendimin tim kanë çeduar kohë më parë. Po fakti jemi përpara faktit, këta janë banorët që janë për momentin. Miri ka përcjell dyshja finale me Selin dhe me logjik kjo është. O ka përcjell Brikena Mateo dyshja që kanë pretenduar çmimin, o ka përcjell Miri Selin. Është logjika më e thjeshtë që mund të përdoret në një reality show siç është Big Brother. Sipas Tozajt është e pamohueshme që Brikena dhe Mateo janë lënë në hije pavarësisht potencës dhe klikimeve. Është e vërtetë. Është 100% e vërtet. Është 100% e vërtet.
Sepse nëse ti e vëre, gjatë Prime-it diskutohet vetëm për një dyshe, që është Selin Miri dhe për një krevat që është, do të thënë, të bazosh një reality show vetëm mbi një krevat është gjëja më e turpshme që mund të ekzistojë. Ose ne jemi bërë shumë ekspertë dhe kuptojmë tashmë çdo gjë, ose produksioni ka çeduar aq shumë sa që ka ngelur vetëm tek një krevat. Dhe duke dashur që të pompojnë, shiko, në Big Brother ekziston ndryshe nga Ferma VIP. Në Big Brother ekziston një lloj teorie, sa më shumë ti biesh lojtarit, aq më shumë do ta ngresh atë. Nisur nga kjo, kush është dyshja që është filmuar më shumë? Dyshja Selin Miri. Që patjetër që janë qësuar, patjetër që nuk kanë vënë, janë aneksuar, janë cilësuar si periferik, pavarësisht se dasma e tyre mori miliona shikime, janë cilësuar periferik për vetëm në arsye që të çojnë në dyshën tjetër, dyshën e krevatit që ata po e përmbajnë në çdo Prime. Por paralelisht Big Brother duket se po bëhet edhe në ferm. Për pak minuta bashkangjitet Ermiona Lekbello, e treta nga personazhet që e kemi parë më herët në Big Brother VIP Albania. Atëherë, jo se është miku im, po të marr për shembull Luiz Ellen. Një nga lojtarët më të dëgjuar që ka pasur një Big Brother. Dhe ja ku jemi sot që ju bë oferta për të qenë pjesë e castit edhe pjesë e stafit, opinionistit në Kushin lajm që po e ndajmë ju të ekskluziv. Luizi nuk pranoi vetëm për këtë gjë, sepse nuk donte të riciklojnë një reality show tjetër, duke ditur shumë mirë që nuk kishte për ta çuar gjikundi. Kështu që para preferoi më tepër atë të rëndësishëm brenda Big Brotherit, ku dha disa klus se si duhet luanin banorët, po për të ndetur më shumë, jo. E para, e dyta, për ne njohim për riciklim, njerëzit, domethënë riciklimi ka pasur sukses vetëm në Zvicër, duke ricikluar mbetjet urbane, duke i kthyer në aksesor, duke i kthyer në shishe, duke i kthyer në etj. Të riciklosh banorë nga e shkuara dhe ti rikthesh, absolutisht më vjen keq që banorët do humbasin atë që kishin fituar në një reality show tjetër. Nisem këtë e them nga një tjetër intervistë që kam pasur për sa i përket Big Brother All Stars që do të bëhet vitin tjetër, dhe ky është një tjetër informacion që po ta jap ty ëngjëll ekskluziv, që do të bëhet vitin tjetër, dhe unë do para preferoja që mos të shikoja në All Stars fitues, po të shikoja vendet të treta, të katërta apo gjysmë finalistë mbetur në tentativë. Sepse fituesi nuk e ricikton dot, sepse kemi shembullin për shembull të Ilisha Qerit, një lojtar shumë i zgjuar, një shumë inteligjent, që fitoi një Big Brother goxha të vështirë përballë Donaldit asaj kohe, kur unë isha mentori i tij, po prap kur vjen puna, Iliri nuk mund të riciklohet. Unë kam qenë punë ti në Ferma VIP, sepse ti e ke dhënë atë çfarë ke pas për dhënë, dhe o ke pas ti për të dhënë në Big Brother ku lufta është shumë e egër, ose ke pasur asnjë lloj vendi tjetër për ta dhënë. Vajtja jote në Ferma VIP thjesht do të uli pritshmëritë që publiku ka tek ty. E njëjta gjë me Ermionën. Ermiona ishte ajo që ishte sepse ishte brenda shtëpisë së Big Brotherit, por në një shtëpi si Ferma VIP, ku është totalisht tjetër gjë në krahasim me atë që ka qenë në Big Brother, kam përshtypjen se ka për të çeduar. Siç ka çeduar i Ilir Shaqiri. Pastaj themi të vërtetën, fenomeni i edicionit Fermës është mimoza. Kështu që përse ti duhet ta ngarkosh me kaq shumë yje, se okay, me të vërtetë është VIP, po mos ndoshta kjo është hera e parë dhe e fundit që Arbana ka për ta bërë dhe po harxhon gjithë arsenalin e vet? Ose stafi që merret me këtë punë është aq dritë shkurdër sa që po harxhon çdo personazh të mundshëm që në këtë ferm që të ketë kërkesa sa më shumë në fermën e dytë. Ndërkohë, sipas psikologut Tron Kastrati, përbërja finalistëve është refleksion i karaktereve shqiptar. Publiku kënaqet kur shikon situata dhe ngjarje interesante, dramaturgjike, por edhe lojra inteligjente, aleanca, grupesh, njerëzish që zhvillojnë strategji për të eliminuar dikë nga loja ose për ta faktorizuar dikë në lojë që të jetë më i sulmuar, e të nominohet e pastaj ose të eliminohet ose të ndryshoj trajektori lojën në tjetër rrjedhoj. Tani, ju folet për finalistët e mundshëm, unë emrat që cilat i përmend i shoh finalistë të mundshëm, por e shoh edhe një djalë të strukturuar dhe mjaft energjik dhe empatik, por jo vetëm empatik me ndjenjë, por edhe me mendje. Kur them me mendje, përveç që i kupton emocionet e tjetrit,
ato i analizon dhe i lexon mirë sipas narrativës së tij, dhe kur thënë sipas narrativës së tij, kjo i jep atij ekskluzivitet gjatë gjithë lojës. Ju duhet ta kuptoni një gjë. Në qoftë se ka aty lojtar që nuk kanë bërtitur fare, nuk kanë krijuar britma ose nuk kanë zhurmuar, ka shumë të tilla aty që zhurmojnë, lëvizin duar, bëjnë gestikulacione për të dukur në qendër vëmendjes. Dhe që ti jesh i tillë vazhdimisht, kjo e di se çfarë nuk kupton. Kjo nuk kupton se shiko se dua të them diçka. Kur e shikon nuk thot kot asgjë tjetër. Unë dua ta specifikoj një mik timin që jo vetëm se është miku im, po ka dhe një karakteristikë që kam bindjen që e kam kuptuar edhe publiku. Shëndrit Lumi nuk bërtet Shëndrit Lumi për të dëgjuar, por mendon për të mbajtur mend. Pra, ai mendon për të mbajtur mend sepse gjithë lojën e bën me mendje. Unë e kam kuptuar që disa aty luajnë për spektakël, por ai luan për fitore. Pra, Shëndrit Lumi, pra ditë sa qëndron aty, nuk i intereson thjesht çfarë të tjerët mendojnë brenda atij grupi, ai e bën lojën e tij, strategjinë e tij, sepse qetësia e tij nuk është vetëm dobësi. Bën edhe manovrat të cilat janë strategjike, por që ndoshta mund të keq kuptohen her pas here nga publiku, por kjo është strategjia e tij dhe duhet ta dini gjë, derisa njerëzit, banorët vendosin që të jenë banor, pra, përzgjedhen ose e shprehin vullnetin që të jenë banor të këtij spektakli, duhet ta keni një gjë në mendje. Aty nuk janë vetëm për spektakël. Aty janë për të dhënë çdo gjë nga vetja, por edhe që të përçojnë mesazhe shumë shëndosha dhe të mirëqenia për shoqërinë. E jo mesazhe negative ose mesazhe thumbuese ose dëmtuese, nga gjuhë dëmtuese që mund të komunikojnë ose të përcjellen tek publiku, se e shikojnë edhe familjet, e shikojnë njerëzit e arsimuar, edhe adoleshentët. Prandaj këtu është ai kujdesi inteligjent dhe vigjilent i banorëve të cilët e zhvillojnë një lojë strategjike. Për Ronin Shëndriti është banori nga Kosova që ka gjasat për të shkuar drejt finales. Ne e dim gjithë shqiptarët kudo, po e tërheq një analogji me futbollin që ta kuptojmë mirë. Vëje në dukje se cilin strateg të futbollit dhe bëje një anketim të përgjithshëm. A e ka merituar Kosova depërtimin në grupin në kualifikimin e botrorit? Pa diskutim 99.9%. Dhe ka qenë meritore. Por çfarë ndodhi aty, për mua mbetet e mistershme. Dhe cili është mesazhi në këtë rast? Për ne nuk do të duhej të ishte paradoksale ose e pamundur, e pamjaftueshme, vetëm se është futur pas një kohe në bik dhe nuk e meriton ose nuk do duhej të shkonte në finale. Unë e thash vazhdimisht, ai e ka ruajtur qetësinë, impulsivitetin e tij, ka kontrolluar situatat, ka qenë aty edhe ku nuk ka qenë aty, pra ka vëzhguar momentin, ka observuar ngjarje dhe indikacionet e tij kanë qenë vazhdimisht prezente. Edhe në momentet kur janë krijuar aleanca mes njëri tjetrit dhe edhe në momentet kur janë eliminuar. Ne dim që publiku e do Shëndritin, e përkrah, ne jemi shoqëria që ta përkrahim deri në fund, sepse e njohim. Ka edhe një detaj tjetër që dua të them për Shëndritin. Shëndrit Lumi është i vërteti. As nuk është falsifikuar, as nuk është fasaduar, as nuk është maskuar, ashtu siç është aty është edhe në realitet. Dhe kur e them këtë, e them nga sinqeriteti dhe transparenca e tij. Ai nuk e do maskimin, ai nuk e do lajthitjen. Ai nuk e do thjesht mashtrimin. Ai është ashtu siç është dhe shprehet ashtu siç mendon.